Mirë se vini në një tjetër analizë të thelluar. Sot kemi përpara diçka që, të them të drejtën, në pamje të parë duket pothuajse banale. Është një përshkrim produkti nga një faqe interneti. Por, prisni pak. Jo, nuk është diçka e zakonshme. As pak. Nuk po flasim për një toster apo diçka të tillë. Materiali ynë burimor është përshkrimi i jashtëzakonisht i detajuar i një fustani mbrëmjeje, një krijim elegant me shkëlqim i stilit siren. Dhe gjuha që përdoret është kaq e pasur sa duket sikur po lexon një poem. Pikërisht aty qëndron interesi. Po, dhe misioni ynë sot është ky, të zbërthejmë këtë tekst dhe të kuptojmë se si çdo fjalë, çdo element dizajni punon për të shitur jo thjesht një fustan, por një ëndër. Saktësisht. Nuk është një listë teknike, është një narrative tërë. Fjalët e zgjedhura si mahnitës, elegant, madhështor. Po, janë shumë të qëllimshme. Ato janë si nota muzikore, domethënë krijojnë një atmosferë para se të kshpar qoftë edhe një qepje. Dhe sfida jonë është të shohim se si arkitektura e fustanit nga siluetat e materiali e justifikon këtë poezi marketingu. Po shohim si ndërtohet ideja e luksit në botën digjitale, pra. Pikërisht. Atëherë, le t'ja nisim nga themelet, nga struktura kryesore, silueta. Përshkrimi e quhen stil siren. Të gjithë e kemi një ide se çfarë do të thotë kjo. I ngushtë pas trupit deri tek gjunjët dhe pastaj hapet në mënyrë dramatike. Po. Burimi thotë se kjo krijon një ekuilibër perfekt midis elegancës dhe madhështisë. Por mua më lind një pyetje. A nuk është pak kufizuese kjo formë? Pyetje e shkëlqyer. Duket sikur sakrifikon lëvizjen e lirë për hir të pamjes. Kjo prek thelbin e këtij stili. Përgjigjja është po, absolutisht që është kufizuese. Dhe pikërisht aty qëndron fuqia e tij. Si ka mundësi? Sirena është thelbësisht teatral. Ai e detyron personin që e vesh të jetë, si thua, më i vetëdijshëm për trupin dhe lëvizjet e veta. E kuptoj. Nuk mund vraposh me një fustan të tillë, nuk mund të ulesh kujdesur. Ecja transformohet. Çdo hap bëhet i matur, i qëllimshëm. Pra, nuk është thjesht veshje, është një regji për lëvizjen. Pikërisht. Kjo shpjegon pse përshkrimi e lidh menjëherë me evente si ecje në qilim të kuq apo hyrje në mbrëmje gala. Sigurisht, janë skena. Këto nuk janë situatat përditshme, janë performanca. Fustani bëhet kostum për rolin e dikujt që është qendra e vëmendjes. Po, dikujt me prezencë. Silueta të detyron të sillesh si personazhi që fustani pretendon se je, dhe fundi i gjerë, që sipas burimit është i zbukuruar me tull të butë dhe me shkëlqim, e amplifikon këtë efekt. Tulli shton vëllim pa shtuar peshë, duke krijuar një valzim të butë. Po. Imagjino kontrastin, busti i skulpturuar, i palërisshëm dhe fundi që valzon pas teje. Kjo dualitet mes kontrollit dhe rrjedhshmërisë është ajo që e bën kaq tërheqës. Pra, nuk është stil për rehati, por për impakt. Komunikon vetëbesim, sepse për ta mbajtur duhet të jesh i sigurt në vetvete. Në rregull, pra forma përcakton sjelljen. Tani, le të flasim për detajet që tërheqin syrin. Përshkrimi kushton një paragraf të tërë dekolte së thellë V. Dhe më pëlqen formulimi që përdorin. Është projektuar për të theksuar linjat femërore të qafës dhe gjoksit, duke shtuar një prekje tërheqëse po qenë e tepruar. Kjo fraza e fundit, pa qenë e tepruar, më duket si një vi shumë e hollë për t'u ecur. Si arrin një dizajn këtë balancë? Kjo frazë është çelësi. Është kodi i elegancës formale. Një dekolte V e thellë është një zgjedhje, pa diskutim e guximshme. Po, mund të shkoj lehtësisht në anën tjetër. Ajo krijon një linjë vertikale të fortë që tërheq vështrimin lart, drejt fytyrës. Por rreziku, siç the, është vulgariteti. Fraza pa qenë e tepruar është një premtim për blersin. Ajo sinjalizon se dizajneri e kupton këtë kufi dhe balanca arrihet përmes proporcionit. Sa e thellë është, sa e gjerë dhe si kombinohet me pjesën tjetër. Pra madhështia e fundit balancon guximin e dekoltesës. Nuk është një element i izoluar. E kuptoj, një lojë ekuilibri. Pjesa tjetër që theksohet fort janë zbukurimet me shkëlqim, që kapin dritën në mënyrë të bukur. Kjo është diçka që e shohim kudo. Por ndonjëherë, a nuk ka rrezik që shkëlqimi i tepërt të duket i lirë? Absolutisht. Kjo ndodh shpesh. Cilësia e shkëlqimit është kritike, por le të mendojmë pse është kaq thelbësor shkëlqimi në këtë kontekst. Në eventet formale? Po, dasma, mbrëmje gala.
Zakonisht zhvillohen natën, me ndriçim artificial, shpesh të zbehet dramatik. Në këtë mjedis, shkëlqimi është funksional. Një fustan mat mund të humbase. Zbukurimet me shkëlqim, teminat, kristalet, e kthejnë personin në një burim drite dytësor. Interesante. Reflektojnë dritat e ambientit? Sakt. Krijojnë lëvizje dhe gjallëri. Simbolikisht, shkëlqimi lidhet me festën, me diçka të veçantë. Pra kur burimi thot çdo detaj ka rëndësi, shkëlqimi nuk është thjesht dekor. Por një pjesë integrale e funksionit, kjo është një mënyrë shumë e mirë për ta parë. Shkëlqimi ndërvepron me ambientin. Kjo më çonte materialet. Kur lexova se fustani është bërë nga poliesteri cilësisë e lartë, duhet ta pranoj, ngrita pak vetullën. Imagjinoj. Në mendjen time, poliesteri lidhet më shumë me veshjet sportive, jo me tapetin e kuq. Si e shesim këtë ide? Kjo është një pikë shumë e vlefshme. Tregon si ka evoluar perceptimi. Në të kaluarën, një pamje kaq luksoze arrihej vetëm me mëndafsh apo saten, të shtrenjta, delikate. Dhe të vështira për t'u mirëmbajtur. Padyshim, sot teknologjia tekstile ka avancuar aq shumë sa poliesteri i cilësisë së lartë mund të imitojë në mënyrë të përsosur pamjen, rënien, shkëlqimin e fibrave natyrale. Dhe avantazhet janë praktike, me sa duket. Të mëdha, më i qëndrueshëm, rrodhoset më pak, kosto më e ulët. Fjalët kyçe këtu janë i cilësisë së lartë. Kjo është përpjekja e marketingut për ta distancuar nga poliesteri i lirë i së kaluarës. Dhe duket se e theksojnë këtë kur shtojnë diçka që më tërhoqi vërtet vëmendjen. Thonë, përkundër pamjes së tij luksoze, materiali është i lehtë dhe i rrosshëm. Po. Duke bërë fustan të rehatshëm për t'u mbajtur gjatë gjithë mbrëmjes, ky është një premtim i madh. Praktikisht thonë, mund t'i kesh të dyja, pamjen dhe rehatin. Dhe ky është kompromisi modern që shumë konsumatorë kërkojnë. Askush nuk do të ndihet sikur ka veshur një parzmore, sado e bukur të jetë. Kombinimi i poliesterit strukturor lart me tulinën e lehtë poshtë është thelbi i suksesit të dizajnit. Njëri jep formën, tjetri vëllimin pa peshë. Shumë inteligjente si zgjidhje. Po. E bën dizajnin jo vetëm të bukur, por edhe funksional brenda kufive të stilit të tij. Përveç materialeve, ata përmendin edhe detaje si qepje dhe finisazh, të realizuara me përpikëri. Po, dhe qepje të forcuara? Kjo duket si një mënyrë për të ndërtuar besim me një klient që nuk e prek dot produktin. Si të thuash, mos u shqetëso, nuk do të shpërbohet. Saktësisht, në tregtinë online, fjalët duhet të bëjnë punën e shqisave. Terma si përpikëri dhe të forcuara janë garanci verbale për cilësinë. Ato e transformojnë fustanin nga një blerje impulsive në një investim. Komunikojnë idenë se kjo është diçka që do të mbetet në garderob. Për shumë raste të veçanta, siç thonë. Pikërisht, duke justifikuar çmimin. Dhe këtu kalojmë në një pjesë që mua më duket absolutisht fascinuese. Përshkrimi nuk ndalet te shitja e fustanit. Ai të shet gjithë paketën, duke ofruar një manual të plot stilimi, sugjerojnë aksesor minimalist, vat të holla, byzylyk i thjesht. Po, edhe çantë të klaç. Këshillojnë taka të larta, përmendin edhe stilin e flokëve. Pse bëjnë këto? A nuk i besojnë shijes së blerësit? Kjo është psikologji marketingu e nivelit të lartë. Duke ofruar këshilla stilimi, ata po bëjnë dy gjëra. Së pari ulin ankthin e blerësit. Do me thënë, i japin një formulë të sigurt. Po, një fustan kaq i fuqishëm mund të jetë friksues për t'u stiluar. Së dyti dhe më e rëndësishmja, ata po kontrollojnë imazhin e produktit të tyre edhe pasi të jetë shitur. Pra duan të sigurojnë që do të duket mirë. Sugjerimi për aksesor minimalist është një deklarat. Fustani është ylli i shfaqjes. Çdo gjë tjetër duhet jetë në plan të dytë, po mbrojnë integritetin estetik të markës. Pra një udhëzues për të mos gabuar. Pastaj vjen pjesa që mua personalisht më frikson gjithmonë, etiketa e larjes. Qesh, e pashmangshme. Dhe kjo këtu nuk është thjesht një etiket, është një listë rregullash. Larje me dorë në ujë të ftohtë, hekurosje në temperaturë të ulët, shmangni kimikatet, duket si një bimë delikate. Dhe pikërisht ky është qëllimi. Në mënyrë të pavetdijshme këto udhëzime përforcojnë vlerën e objektit. Si kështu? Kur diçka kërkon një trajtim kaq të veçantë, nuk e hedh dot thjesht në lavatriçe. Truri ynë e interpreton si diçka të vlefshme, delikate. Si një bizhuteri apo vepër arti? Sakt.
Ky ritual kujdesi e lartëson fustanin nga një send i zakonshëm në një thesar personal. Dhe sigurisht, nga ana praktike, kjo siguron që investimi të jetë afatgjatë. Pra, duke i mbledhur të gjitha bashk, është e qartë. Ky nuk është thjesht një përshkrim, por një masterclass në ndërtimin e imazhit. Kemi siluetën siren që dikton lëvizjen, kemi dekolten dhe shkëlqimin që menaxhojnë vëmendjen. Kemi materiale që premtojnë luks pas sakrifikuar rehatin. Dhe në fund, manualin e përdorimit, si ta stilosh dhe si të kujdesesh që e kompleton paketën. Saktësisht. I gjithë ky sistem punon për një qëllim të vetëm, të ndërtojë dhe të shes një identitet koherent. Atë të gruas elegante, të sofistikuar, plot vetbesim. Po, nuk po shesin një produkt, po shesin një transformim të premtuar, një përvojë të kuruar me inësi. Është një narrativ elegance e ndërtuar me mjeshtri. Dhe kjo më lë me një mendim përmbyllës. Pas gjithë kësaj bisede ku zbërthyem këtë recetë të përpikt për elegancë, më lind pyetja. Po. A është eleganca në fund të ditës thjesht një formulë, një kombinim elementesh të provuara, si stili siren dhe shkëlqimi, që ne thjesht duhet ta ndjekim? Apo është diçka më thelbësore, më personale, që ndoshta shprehet më fuqishëm pikërisht atëherë kur guxon të thyesh këto rregulla të vendosura. Ky fustan dhe marketingu rreth tij ofrojnë një përgjigje shumë bindëse për opsionin e parë. Por pyetja e vërtet ndoshta mbetet e hapur.